Kjo banatore ekziston prej 1953-s. Në 28 mujta me morë banatoren. Kam shumë shqiptar që vinë edhe befasohen, thojnë është pronaria shqiptare. Për 10.000 paketime kemi momentalisht në robot, i punëzojnë 9 punëtor. Unë e më lindur edhe rritur këtu në Zvicër. Dhe më thonë, prindë mi, babi ka në 86-ën, mami që shtë në 90-ën. Edhe pa ta kry të në shkollën këtu në Zvicër, në kanton Orgau, aty ku jem lindë dhe jem rritë. Edhe zanatin e kryta aty në kanton Orgau. Mas zanatit, ka morë direkt këtu në Likon, në këtë banatore këtu, edhe ja fillova këtu me punu me 20 vjetë. Menova se punoja 1 vjetë, 2 vjetë. Se besova që para 3 vjetëve më vetë shefi jem që kam punu bashkë me to 7 vjetë, edhe më thot, a kam interes me morë apoteke. Unë pa ta befasu se diqysh e realizova se a e ka besu ma shumë mu se unë në vetë vetën që kam besu. Kjo banatore gjindet në Likon Cyri, edhe ekziston prej 1953-s. Shefi jem e ka pas për 45 vjetë, e para ti e ka pas pronari shpis, pronari kësej ndërtesës. Edhe tëne e ka dhonë shefi tem. Shefi jem ka punu 45 vjetë si pronari kësej apotekës. Edhe tëne ma ka dhonë muë, para 3 viteve. Mu më ka ra me 27 të kun fjolla, me bletë, e me 28 mujta me morë banatoren. Shefi jem i vjetër është konë në Zvicran, edhe u shkon shumë knaqësi e molle për prindë mi edhe për mu në fillim diqysh jem befasu, se diqysh me 27 vjetë se disha qysh do të me jabo. Shefi jem shumë ka besu në mu që muj me arrit, edhe qatë besim që e ka pas ajte une për veti se kam pas. Familja jeme është shumë krenore, edhe gjatë më kanë beshtet. Edhe gjatë më kanë përkro. Me të parin maj 2023 e mora apoteken, edhe por javët e para e në kund pak stresume tepër se disha qish me jabo edhe po kam pas fat që me shefin tem gjitha kam qu shumë mirë, dhe më thonë kam mujt shka kam pas, kam mujt me vetë, më ka dhonë propozime. Banatoria u konë pak e vjetër. Vendosa me renovimi ka gjatë 4 muj, prej gushti deri janar 2025. Edhe 4 muj e po kemi pas gjatë qelë. Apoteka u konë gjatë qelë, kemi pas si 3 etape, dhe më thonë njerja nesëm kemi banëm hymjen, edhe të nga këtë etapja 2 të konë këtë për masë dhe podrumet, edhe etapja 3 të konë nelt, u konë shumë stres. Në Besa Rotpunkt apoteke na ofrojmë jëtë vetëm bana farmaceutike, po ofrojmë edhe qajna të ndryshëm organik dhe produkte ndryshme shtepioke. Varsisht prej kërkesës klientëve. Banatoria ka pas emrin Apoteke Drogëri Oerlikon, Apoveb AG. Dhe më thonë kjo AG-ja ka pas emrin Apoveb, edhe kun ka gja emri gatë, edhe mendosa me ndru emrin, qish mi janë gjitë ose qish mi janë ndru, se kur ta ndron emrin duhet me më konë 100% e sigurt. Edhe mendosa mi janë gjitë emrin Besa, emri jem është Besarta, shkurt kretëm thirin Besa, sidomos që ka kuptim shumë të mirë, edhe ndrova Besa, mora shumë reagime pozitive. Une që 10 vjetë jem këtë banatore, do më thonë i njo gati kretë klientet, edhe me emën i njo, kjo është shumë dishka që është rëndësishme për mu personalisht, edhe punëtorve i thamë që kur vjen një klient që e njojmë gjithë me thirë në emën. Sidomos tash që 1 vjetë që pa ta ndru emrin, kam shumë shqiptar që vinë edhe befasohen, thojnë është që kjo një me dishka shqip, është pronari ose pronaria shqiptare, edhe shumë kam pas reagime pozitive, sidomos shqiptarët shumë jenë gëzu. Une i kam këto i punëzojnë 9 punëtor, do me thonë në ditë jemi ja 4 ose 5 persona. Orari banatorës është prej tonës deri të premten, prej ora 8 deri në 7 në akşam, qëtuneve pi 8 deri në 5.
Përgjithësia është shumë e molle, domethënë nuk i vetëm përgjithësi kështu si banatore lokal ose po e ki përgjithësinë e bornave, e ki përgjithësinë e ligjeve, e ki përgjithësinë e punëtorëve, e ki përgjithësinë që do të më funkcionu krejt, a ke smut, a pote na sen, kini me përgjithësi të molle. Produkte pa recept mujsh mi ble, po do të na me bosi një intervist vogël. Do më thonë ajo intervista i ka do pyetje që duhet na me siguru vetë vetën edhe neve si banatore, a jenë këto banat nevojshme. Edhe për që ata duhet me bosi një intervist me klientin ose klientën. Nuk ka produkt që nuk e shesim pa informacion. Do më thonë, çdo produkt që shesim, ja vesim klientin ose klientën a njëse që çdo të me pi. Për ndryshe, çdo produkt që e shesim do të mja spjegu qysh përdoret. Para renovimit i kemi pas banat na për dollapa. Masi që e bona renovimin e bonem një robot, do më thonë krejt produktet që i na vinë, për 10.000 paketime kemi momentalisht në robot. Në robot kur ta shtypim një produkt, do më thonë vynë ta shty një dafalgan, ai me njëherë ta qetë. I kemi 3 dalje ka klientët edhe 3 për mas, do më thonë shka na vynë me njëherë i kemi ngatë edhe klientëve nuk i vynë shumë gatë me prit produktin. Po ashtu ofrojmë në besarot.apoteke qeka, do më thonë ofrojmë qek zemrës, qek qeqerit, qek kolesterinës, qek dveshve. Klientët që kanë një shqetësim, ja bojnë bookingin online, ja vinë në apotekë dhe na ja ofrojmë qekin zemrës, ose qekin me mot gjakin, ose qek me mot qeqerin, loj qeki bojmë. Unë personalisht jam shumë e lumtur që më ka dhënë Zvicra këtë mundësi më konë pronore e banatores në këtë moshën e re. Komuniteti shqiptar këtu në Zvicër kanë arrit tepër shumë në profesionet e ndryshme. Prindë tonë kanë pas pak më vështirë, unë besoj që na në moshën tonë kemi pas pak më lehtë dhe na kanë ofru shumë mundësi të mira. Unë jam e Prizrenit, kur kam mundësi kam qef me shku në Kosovë, krejt bashkë si familje, po tash që kam këtë përgjithësi pak ma rol. Shkoj në Kosovë dhe ma rol ulltoj si kështu travel. Unë jem Besarte Erliqi, jem pronore Besarot.apoteke në Erlikon Syri.